Ata ka një qetësi, ngrohtësi dhe një prani që nuk kërkon vëmendje, por të gjithë e vënë re. Ata nuk janë këmbgulës, nuk janë të zhurmshëm për forca e tyre e butë, stabiliteti i shëndetshëm dhe vendosmëria i bëjnë ata llojin e njerëzve që të gjithë duan në rrethin e tyre. Demi është një person tek i cili mund të mbështeteni. Qetësia e tyre vepron si një spirancë kur gjithçka tjetër bëhet kaotike. Ata nuk hyjnë në konflikte pa arsye, gjithashtu mendojnë praktikisht dhe përpiqen të ruajnë paqen. Njerëzit i duan pranë sepse ofrojnë një ndjenjë sigurie. Përveç kësaj, besnikëria dhe paparashikueshmëria e tyre do të thotë se mund të mbështeteni tek ata në kohë të mira dhe të këqija. Peshorja sjell ekuilibër kudo që shfaqet. Preferenca e tyre për harmoninë dhe drejtësinë bën ndërmjetës ideal në situata të tensionuara. Njerëzit i duan sepse janë të sinqertë, qetësues dhe rrallë lëndojnë dikë. Ata kanë dhuratën për ta bërë çdo person të dukshëm dhe të pranuar pa pasur nevojë për konkurrencë. Aftësia e tyre shpesh shëron më shumë se sa e kuptojnë. Peshqit kanë një ngrohtësi dhe dëmshuri natyrale. Njerëzit përreth tyre ndihen të kuptuar edhe kur nuk thonë gjë. Peshqit nuk gjykojnë, nuk imponohen dhe nuk konkurrojnë. Ata thjesht dëgjojnë dhe japin zemrën e tyre. Është kjo inteligjenca emocionale e qetë që i bën ata jashtëzakonisht të dëshirueshëm në çdo formë të marrëdhënies së tyre të ngushtë. Njerëzit ndihen të sigurt, të parë dhe të pranuar pranë tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi Shqiptar.